Përshëndetje për krejt shikuesët e mikrofonit. Mirëmbrëma, Ega. Mirëmbrëma Ben, çfarë po na prezanton sot? Po. Ne gjithmonë e dimë që dhe mikrofonin ka sjellë gjithmonë këngëtar të mirë. Jam mundu me zgjedhë sa më shumë edhe pse ka shumë këngëtarë të tjerë mirë që na kena pas mundësi ende me i ftu. Sot e kam zgjedhë një këngëtar që kam edhe mik, edhe që e vlerësoj shumë, edhe që kam kënaqësinë sonte që është këtu me mua dhe me ty, dhe me këtë ata që kam më ndjek, dhe kisha dashur me prezantu sonte Ardestova. Mirë që ke ardhur. Vini, mirë se të kom gjetë, përshëndetje për të dytë, një kënaqësi jashtëzakonisht e veçantë edhe një emocion, sigurisht. Sa herë kemi bashkë biseduar, gjithmonë lidhje, gjithmonë kontekstin muzikor, neve na janë shpalos shumë kujtime, jemi kthy shumë mbas në retrospektiv të pas parasysh që na mo kemi vitën sken. Faleminderit edhe një herë në një njëjësi jashtëzakonisht e mirë dhe një ambient i përkryer. Faleminderit shumë, është kënaqësi jam ja, që ke pranuar ftesën me orë, edhe pse na kena diskutuar edhe më herët, Arditën për ndryshe e kam shumë mik, edhe vllahun Astritin, e kena diskutuar për që tash erdh koha edhe momenti, por shpresoj që kena me kalu mirë dhe kena me shëtina për muzikë, sa për informacion Ardit është shumë i gjatë muzikalisht. Edhe është jashtëzakonisht i talentuar, kjo është e dëshmuar qysh vite më herët, edhe kur e kena diskutuar, gjithmonë dhe ishëm çka kena meknu se këto në cilën pjesë të muzikës që e shtin, është i mirë edhe din me i këndu po thoj se krejt zhandat e muzikës edhe mas leti ka me pas me ta sonte. Faleminderit për këtë mendim profesional edhe shumë konkret. Po bini, të pas parasysh që e njohim shumë njëri tjetrin edhe është e vërtet që sot na realisht nuk na bën pengesë kur gjo në aspektin muzikor. Prandaj mbetet që vetëm t'i ndajmë që ato momente, të vazhdojmë me momente të bukra, edhe pse jo, sigurisht, shpalosim edhe këngë të bukra, këngë të melosit tonë, që është obligimi yni, sigurisht, që ato në vazhdimsi me i përcu na të gjeneratat e reja, si që i kanë përcu të parët tanë, dhe me thonë neve, artistë mlaj, kolos të mlaj të artit muzikor, shqiptar, kombëtar në përgjithësi. Andaj e di që kena më knaqë. Po, Ardit, të e pos parasysh që ti rrjet për një familje, për të prindëve të të ndjerë, që i ka njohë këtë shqiptaria, edhe kur ka qenë mosha që ti ke zbulu që mund është me kënu, je për me këndu, edhe pse edhe unë kam qenë shumë i vogël e mojmen kongën me Astritin që keni pos, Binjaka. Ka qenë Dembelat Istanbulit, po. Edhe, dhe më thonë që atëherë, kur e keni prezentu kongën, që atëherë ka qenë kur ju e keni kuptua, a ka qenë edhe ma herët? Realisht, të tëtë shfaqja e talentit tonë si fëmi, ka qenë pikrish në akordet e Kosovës të asaj kohë, festivali ma i mirë, që ka pas shteti jonë i Kosovës. Viti ka qenë 85, më zgabosh, ose 6, nuk e di, nuk e mbaj menë sigur, ku të tëtë prind, para 40 vjetëve, prind kanë qenë ata të e pas parasysh e ceke dhe para prakish, ata kanë qenë profesionistë të këti drejtimi, ata e kanë vrejt talentin tonë pa diskutushëm, normal, edhe janë marrë me neve, si babi, si mami, tash më të ndjerë të dytë, dhe sigurisht që neve na pranoj publiku si fëmi, se të edhin që shumë është i rëndësishëm fakti me të pranu publiku, pa mbarësish që edhe si dvegjel, se aty definohet ta vazhdon a nuk vazhdon, dhe më thonë ky rukëtim i gjatë. Dhe fatmirësisht, dhe të thotë, na ishim shumë, dhe të thotë, interesant, pse bineq edhe kudo që prezentoheshim me Astritin, ishim diqysh senzacion. Unë kom qenë ma i gjallë dinamik në skena, Astriti zakonisht gjithmonë e ka mbajt ritmin. Ai bile ka pas momente do shta se live për para o këndun festivalin nuk ka pas playback. Edhe festival, do me thonë edhe nata e fëmive dhe festivalet e fëmive kanë qenë krejt live. Kështu që prej atëherë është vrejt talenti jonë, fillun çmimet, fillun prezentimet tona si fëmi edhe jashtë Kosovës, do me thonë të prezentu vendin tonë edhe në vende tjera, fëqinje. Dhe kështu kjo dhe të thotë vazhdoj
sigurisht që genetike e kemi, nuk diskutohet, megjithatë edhe na gradualisht u zhvilluam, u ndërtuam, u arsimum dhe sigurisht me punë erdhëm deri këtu ku jemi realisht sot. Po sa je aktiv tash me muzikë? Bini, unë Astriti është, të thotë, tash e sa vite aktiv. Une, të thotë, shumë mire fillova, me njerë mas luftës. I kapa ato 15 vite, 15 vjeqarin e parë në njërë perfekte, të thotë, karierë me plot kuptimin e fjales. Me gjitha të jeta dhe peripetit e saja, na du të me di që jemi shqiptare dhe jemi të lidhun me familje, une jetoj ende në Maqedoni, edhe pak dhe shqyqër për Zotit për këthena në venin tem, dhe unë mbeta me prind atje, edhe do të thotë u kujdesa për ta, nuk më vjen as pak keq, halal e kanë prind e mi, sepse ato u bon vite realisht. Ndrojet babi më ndej mbeta me shankën, me mamin, ajo smuda. Ti ke qenë me to deri në fund, a? Deri në fund, edhe me njonin edhe me tjetrën, do të thotë, mbeta deri në fund, ajo smundja e mos të kthehemi na, se kjo mungesa ime është shumë arsyeshme dhe definitivisht nuk më vjen as pak keq, se arsyti e vazhdon aty ku e kalon, unë hala i riam, hala jam top, prind nuk më kthehen, dhe ajo që unë e kom bo, dhe të thotë për këtë kohë që i kom mungu skenës, është misioni ma i shenjt, i mundshëm, që realisht nuk e zavendëson kur gjo. Se që arditi, po këtet skenës, falë miqve, falë motivacioni që ma bëni edhe nuk më haroni edhe më mbështetni sigurisht, arditi ka më këty aty ku e ka vendin realisht, po kjo mungesa ime do të thotë e arsyetova në mënyrë, se për ndryshe kur gjo tjetër nuk do të kishte forcë me më ndalu për vetë Zotit kuptohet, me stopu, do të thotë në këtë drejtim për të cilin realisht jo mi kryum. Ardit dhe se përmene do me thonë edhe që ki mori këthy në skenë, a ki naj projekt që kështë do është tash me lansu? Ose na një që e kim plan me lansu? Arditi, unë zakonisht kur nuk flasë para prakisht, se shumë letë është si pytja është shumë e vend, është pytja ma definitive për solist, për këngëtar. Me gjithate jo, ende jo, se tash është ndodh ajo shpërngulja jeme prej atjejt këto, dhe të tjera obligime, po këthena në lindjen teme, po këthena këtu ku kom lindje dhe ku jom rritë sigurisht, Arditi ka do projekte tjera që do ta zbulon publiku shumë shpejt se ku ajo piknisja, realisht me misionin e binit, po ndodh piknisja, edhe me komën marë, kështu me komën e gjatë që i thojmë na, me juve pe startoj realisht, edhe knatësia ma e madhe definitivisht për të vazhdu në një diçka tjetër, që nuk mëri tash këtu me diskutu, me shpalos. Arditi, sigurisht, Arditi ka me punu në kongë, tu pas gjigant mëdhajt muzika, si binje, si vlau jeme, është më katë, mos mi shfrytëzun atë aspektin pozitiv. Besoj shumë ty, edhe besoj që rikthimi jut ka më konë shumë i fuqishëm. Definitivisht, po. Të të njoftë si person fillimisht, edhe për si këngëtare thash në fillim, më si përsërisëm, edhe shpresoj shumë në rikthimin tënë edhe e di që kemi bëj të madhe, se ta ditë kapacitetin. Edhe mos thëmë gjuna, po për një me gjuna është ti mos më konë shumë aktiv, po arsyeja ka qenë madhe. Ka me qenë bini Arditi edhe ju premtoj që nuk kom e mungu mo edhe nuk kom i shgënjy njerës adhurus të zonit tem se gjdo ditë është humbje për botën tonë, muzika nuk e toleron një gjatë tilë, ti e din shumë mirë, me gjithate e diskutun cila ka qenë arsyeja se nuk e dhash përgjigjen definitive. Arditi ka me punu në kongë të reja, po mbas një periudhe ndoshta dhe jo shumë të gjatë. Të thotë, mas një diçkaj që po mpret, që është shumë e madhe, atëherë realisht është motivi shumë i fort për të vazhdu se nuk ka opcion tjetër, do të thotë ajo të adreson pikrisht atje. Unë besoj që viti 2026 është i Arditit. Unë e që përqen besoj vëlla se e di që kam e prit shumë publiko, se na e di na krejt që jenë një prej zonave në matë veçantë muzikës klasike. Unë s'menej që kjo ka diskutim me të drejta. Faleminderit shumë. Ardit, cila ka qenë konga e parë që kemi mendu kur kena diskutu për me ardhë, që bisedum, që kemi mendu me këndu?
Bini deri tash ti do të thotë më lavdrove, e tash edhe unë, po me fakte, nuk ja po shefi njëri tjetrit. Okej, pandi. Që e di se çfarë kapaciteti ki edhe çfarë do me thonë muzicienti je, as nuk diskutohet. Unë vetëm e komenu. Unë zakonisht shumë pak mendoj. Jam tip që jam shumë i premë dhe shumë i vendosur. Okej, thash, me Binin, na krejt mundemi me bo, vetëm i definojmë këngët. Po. A janë të arsyeshme, a janë pikërisht për në emision, apo nuk janë. Do me thonë, çështjen diskutabile e gjithmonë konsultona me vetveten, po se çka do të bëjmë. Ajo është problem. Pak problem. Ajo është problemi më i vogël. Kështu që thash, okej, kom e shku me shokun tem, mu knaq mi bo do këngë të bukra, që ndoshta nuk janë dëgju. Ka kohë, edhe normal, me i rifresku, sigurisht, edhe me nda momentet mira, si që edhe është të ndodhë realisht. Fandeshëm. Cilën këngë e këshëm nga du të parën? Qka po ta me menja? Nuk ka problem. Na mundemi me bo, pse jo, ajde të kthemi pak në... Shumica këtu në këngëve realisht i prekin ato të kaluarës. Pse jo, të shkojmë një balat që unë e kom bashkë për zemër. Realisht e kësha fillu me do të shkrijem të venitem. Okej, nota? Ador. Do të shkrihem të venitem si kandili kur s'ka vaj barte pluhur do të bëhem të më shkenje këmë saj e të tretem duke mu thur atë kam bër pasën ngaj e të tretem duke mu thur atë kam bër pasën ngaj as më thua qke me mua se të dua pas ka faj pse quna i dërime anë vdeksha ti boshaj vdekja ime stë prish pun a e zezaj jeteran vdekja ime stë prish puna a e zezaj jeteran a e zezaj Wow, bravo, bravo, bravo. Ai një këngë shumë e bukur, një këngë prej grupeve tona. Me thonë shumë të mira. I përshëndesim këtë rast, në qenë se është kjo këngë e Fisnikëve. Fisnikëve, po, Agimin e përshëndesim, faleminderit për këto këngë të mrekullueshme që na i keni lënë, melodi të paharrueshme, melodi edhe mos me ditë me knut, dosh me knut. Faleminderit për shoqërimin vokal. Një shlag, një omëlti. Me knasi. Ardit, paraqitjen në skenë që e planifikon me pas. Planifikon me këndu me band? Apo keme bo kong edhe keme i këndu playback? Me playback definitivisht, jo, të edhe në atë. Varet tash për situatave, nëse dikun veç nuk ekziston mundësia atër sigurisht, që po, arditi të pas parasysh që jam edhe i festivaleve dhe i live-it, arditi sigurisht që kam me vazhdu edhe me band, se kom dërmen më këthy dhe tëtë në për darsma, du më këthy si dikur, du më këthy në për mbramje, realisht, ajo është që ka ma shumë të neve na interesant, dhe aty është ajo që ka neve na duhet.
Po sigurisht që do t'jetë edhe kjo pjesa tjetër, e koncerteve, e gjanave, nuk e kom problem me majtë atë paralele në dy anshme, do të thotë edhe këtë pjesë edhe atë pjesë, se na nuk mundemi mi hik pak edhe artistikes, ashtë se ajo nuk guxon me ndodhë, po që na do të të mbaremi për kësaj komerciale artistikes, që me mujtë, do me thonë, me kontribuo, se do të thotë me e vetë financu vetin për projekte, për sene, sepse na të ke fundit asiloj funksionojmë, fito këtu, investo aty, nëse kemi të kangët, të klipet, të gjanat, prandaj, do më zëshmërisht e kemi, do të thotë, duhet me umbajt kjo paralele, se për ndryshe është gati e pa mundun. Ardit, masive që jina të skenat edhe përvojat e punës, na adina që keni marrë pjesë shumë festivale, do prej ty ne janë Nota Fest, Show Fest, Polifest, Festivali Këngës, cilën prej ty ne kishë mujtë me veçu? Se cili festivali është botë në vete, kështu që për para festivalet jenë konë shumë të forta. Festivalet kanë pas vlerë të jashtëzakonshme. Falë, tash mendon që nuk janë nivelin që kanë që ma herët, apo? Nëse tu e përjashtu dhe të të vetëm këta festivalin e këngës në televizion këtu. Në RTK? Do të tash veç kjo ka ma një farë forme. Po, edhe në po besoj që 2 vitet e fundit veç definitivist po. U stabilizu koqa mirë? Po sigurisht që për para kanë që ndoshta jo me këto kushte, jo me kësi skenografie, po muzikalisht, do me thonë, nëse flasim për brenda brumit muzikor për para ka qenë jashtëzakonisht. Kemi qenë këngëtar në gishta që jemi njof, adin jo t'ja bo qefin vetës, po jo viqon, ka pas dhe këngëtar tjerë sigurisht, jo shumë, po nuk e di cilë jo maj mirë se tjetëri. Cilit e kishë veçu të në karierë tënde? Festivalet, nëse bojmë komparacion, atëherë dhe tash, nuk eksistan. Kur nuk mundet mu arrit aj nivel i viteve 90-ta, deri në vitet 2000, tash, shumë logike është ka përparu teknologjia e gjithë shka është këtë në regull, po nuk është ajo pesha e festivaleve që ka qenë përpara. A mendon që përgatitit kanë qenë matë mdoja? Po. A profesionalizmi i atyre udhëzve artistik? Po. Ka qenë ma profesional? Definitivisht. Dëshira, pasionin ndoshta, qyre edhe më pa mundësi, ndoshta për mi realizu shumë gjana, njeri aktivizohet pak ma tepër, si duket. Po. Ajo të shtynë është një farë shtytje, nuk është, s'ka të bëj kjo me motivacionin, kjo është diçka shumë e veçantë, në kuptan. Shumë gjana nuk kanë egzistuat atëherë, mirë po, ka qenë potenciali. Edhe me që ato kushte një minimum, e kemi dhonë edhe për te maksimumit. Prandaj, shumë mire spjegova. Do me thonë, nuk ofendojmë as një, as nuk asi, por nëse bojmë komparacion, krasim, atëherë dhe sot, muzikalisht, nuk ka shansë më krasu. Tash kemi stilet mira, kemi... U thjeshtu muzika. është bo ma, është përgjysmu. Pi hikin ati angazhmani, asaj përgjëtësie profesionale, se ti për me knu në festival diçka që me të vërtet ka me të lonë mbresa, shumë i redim bashkarisës qëfar pregaditje duhet edhe se duhet me posedu që ato për me punu me që ato. A preferon ma shumë, do me thonë, skenën operistika, këto festivalit e reja që janë moderne? Artisti duhet pa tjetër mi u ambientu kohës. Nuk mundemi tash na me qenë kategorik. Unë s'kom qenë kur kategorik, unë normal jam i diplomum për muzik, do me thonë për kanto edhe pedagogji, të përgjithshme. Me gjithate, ka qenë një periud, ka qenë ajo periuda kur është marë parasysh muzika klasike dhe shqyqër kom qenë edhe njëri nga ta që kom përfitu pri koncerteve, recitaleve, sendeve. Po, arditi do të thotë me njëherë, jo m'inkuadru ma tepër në muzikën zbavitësa atëherë, moderne sot. Okej, shumë zhanre që jënë tash, do shtatër nuk kanë egzistu, po që ato që kanë qenë popi, pop-roku, do që si, do të thotë, natyra muzikore kanë qenë, do të thotë, diçka shumë krejt diçka tjetër. Me njerë u kyqa në muzikë zbavitëse, më ndaj fillova me majtë një paralele, me njerë u kyqa në muzikë populore, edhe kështu e bona atë gërshëtimin e 3-4 zhanreve dhe kom funksionu për merak. Shumë mirë kom funksionu. Cila është konga, më falë, Eka, cila është konga që e jote që e pëlqen ma shumë ti, edhe që e ke ndje ma shumë ti kër e kënu, se ka kongë na që e bën, se duhet me bo zakonesh, ose
t'imponohet në thojza, po tham një bashkëpunim në diçka, po ka këngë që e bëjmë edhe për shpirt. Po. E cila ka qenë që ajo që ti e dënë kështu, edhe pse problema mi dalu këngët, po prap njona që Bini, lidhe e dënë ma shumë. Gjatë viteve unë kom shumë këngë, normal, kom knu shumë këngë, kryesisht balada, unë zakonisht i preferoj baladat, edhe tash nëse i cekim se cila e katë do të të veçorinë e vetë, se cila ka ndodhë në një kohë caktume dhe se cili se akum pa hajrin realisht. Për mu si ardit është e kom një këngë dashuria jetësime, është një balad, super balad, edhe është një këngë, në mesin e këngëve të mija të bukra, pa ajo është diçka. Kush e ka bo? Ato do të ka bo Iliri. Merani, po. Edhe më ka dalë një këngë jashtëzakonisht e mirë, po jo që e kom promovu kush e diçka, po bash duhesh me ndigju, edhe di që ka me të pëlqys. Është një tematik reale, diçka që ka ndodhet, ka ardhur një person, ka kërku për me jaknu, qajo që ka i ka ndodh, edhe me undal njerë dhe me ndigju tekstin e kuptan, shumë është histori e veçantë, njeri niset për marë për Gjermania, për Kosovë, 2 ditë për para ndodheja që ndoshta nuk do të me ndodh, i bjen gruja në lumë, në rajna, në bytet, shumë histori, do me thonë, dramatike me thonë pak, tragjike me thonë pak, adin ku sta mërmendja, edhe me marrë me ndigju tekstin, dhe të thotë, vret me njera jo edhe unë normal e kom kënu në atë njërën teme, matë mirë të mundshme, dhe të thotë, e kom vujt këngën në atë kontekst që dhe të thotë me adhonë pikrisht qatë në gjyrim, që asaj situate që Zotin arrujt inshallah si ndodhë kërkujt, po ja që jetë i thojnë kësaj, edhe pikrisht pa pritur atjon ato të cilat ndoshta nuk i dëshiron kërkush, po që ajo është kënga ime, mos ta egzagjeroj, dhe të pyetjen, qatë këngun e veçoj, saj përket baladave të mija, edhe është mirë vërtet një këngë shumë. Ardit e di që i autorusi këngëve të vjetra, po. Që se kam i fillim të e posa dhe të shkemi dhe për prindve, këngëve të mirë, filtat mira, kësha pos qef më të një të kënun diçka që te ki për shpirt, diçka të vjetër, që edhe është një këngë që nashta nuk është këndu moti, që edhe me rifresku, e kësha pos qef më të një ty të kënu diçka. Një ardit pak më ndryshe se që janë mësu njës më të një të kënu. Apo, kemi shumë këngë. Unë me ndoj që është munges, dhe më thonë audienca nuk ka shumë informacion që arditi më në kënu. E pikrisht në për që to e kom bo dhe emisionin, që me mund sa ma shumë një artist me shpalos edhe me po njerës që mund me kënu gjithë shka. Si kongën e bën, konga është e njëzu me studio dhe pse edhe. Kongën me pos kapacitet me këndu, po është kufizu me vija melodike sene, po shumica mosa mendoj që këngëtori qa gjithin, sa është konga. Po, e gjo që realisht ajo shumë gabim është perceptimi gabum. Po, pikrisht më qëtoj kom bojtë këtë verzion që këngëtori me shpalus me kënu një të vjetër, një balad, një zbavise, një patriotike, një... Bin këto që ke bote, kjo nuk e ka bo dhe nuk ma mërmenja që mundet me bo dikush tjetër, për vetë faktin që kjo është promovimi forma ma e mirë promovuse për këngëtarët edhe të lumë sinqerisht, me plot kuptimin e fjallës për ta thëmë, kjo nuk je vetëdijshëm se sa sent matë ke bo, edhe se sa gjatë ka me jetu kja. Sinqerisht po. Kur jemi të këngët e vjetra, kemi shumë këngët vjetra, vetëm në mbetet me caktu, dhe të natyrën e stilit. Nëse jemi të populorja, atër e pikryqemi, nuk po di pse jo hajde një vinë vaporat. Nuk e dur. Hajde provojmë. Vina vaporat e moj nane, bregu të detit, o dile shifen e moj nana, shërte mretit. Shifni moj nana, skërete
zemretit. O gjysma kja ishin moje nane, gjysma këno ishin. O ka një letër moje nane mbi lajet e qo ishin. O ka një letër moje nane mbi lajet e qo ishin. O ka një letër moje nane qojnë mi lajte. O për 7 vjet o moje nanet na presin grate. O për 7 vjet o moje nanet na presin grate. Mos na priqin moje nane për 7 vjete. O leti marin moje nane burat pleqe. O leti marin moje nane burat pleqe. E burat pleqo moje nane pleq me mjekër. O inshallah vjen o moje nane naj debër tjetër. O inshallah vjen o moje nane naj debër tjetër. Bravo. Bravo. Të lumt shumë mirë. Ardit në po du mu kësi pak të vizioni jatë, po du me ditë që sheshet ardhën e muzikës klasike, do me thonë në hapësirat shqiptare. Nëse kthehemi në histori, do të thotë shqiptarë gjithmonë kanë qenë të prirun, edhe jashtëzakonisht kemi pas gjithmonë kuadër shumë të fortë, dhe nëse kthehemi për gjysmës parë, realisht shekullit 20, na kemi pas këngëtarë operistik edhe shqiptarët kanë pas kompozitorë, ndërsa ku shumë popull dhe nuk i kanë pas realisht në rajon. Muzika operistike gjithmonë e ka marrë një farë standardi, do të thotë nuk jo që ka pas ngritje shumë të mëdha ose ramje shumë të mëdha, aty ka qenë. Na duhemi me ditë edhe kemi parasysh që muzika klasike realisht ka një publik caktuar, do të thotë ka një audiencë besnike që do të thotë i qëndrojnë realisht besnik artit në vërtet, do me thonë serios, asaj klasike. Ajo vazhdon, shive, edhe sot e kësaj dite, në Kosovë të na do me thonë funksionon për mrekulli, kori, filharmonise, filharmonia, janë të kyçur në për shumë do të thotë zhanre edhe evenimente. Prandaj une do ta kisha përmbyll si pyetje që muzika klasike do të thotë jo që ka qenë avancuar, po tentativa gjithmonë kanë qenë, dëshira, pasioni, edhe sigurisht që ajo e mban atë standardin. Është mbi gjitha muzikë shumë profesionale, është niveli i parë realisht muzikor, që i thojnë Mercedesi, pastaj të tjerat, pre aty fillon gjithçka baza. Unë si ardit shoh që ka përmirësime, ka, do me thonë, tentativa, ka përmirësime, fillojnë kuadro të reja.
Realisht kur gjo nuk i mungon, përveç se normal, një përkraje pak më e madhe, një shtytje pak më e madhe, dhe audienca e gjon, me fillu pak me trajtu edhe me marrë si ma serioze, se edhe vetë muzika atilo shumë serioze, po e ka shumë gjana të bukra edhe është një zhanër magjik, ku gjithçka është e definume, gjithçka është në mënyrë perfekte e përpilume, qoftë muzikalisht, qoftë vokalisht. Të thotë është kriteri i parë dhe i fundit ku nuk ka përjashtime, nuk ka tolerime, o do të bëhet qashtu qysh duhet, ose mos e prek hiç. Gjithçka çka është e notalizume, gjithçka çka është e shkrume, është mirë e mendume, edhe mbet është koncept mirë i menduar, edhe është koncept që duhet shumë edhe ma mirë me ditë me realizu. Prap pe ceki, qoftë muzikalisht, qoftë vokalisht. Po këthejmë na pak të shkolla që i përmen edhe ma herët, na e dina që tashve që i do me thumë pedagog i kantos edhe pianos, solfejgjit e tjera. Teori muzikës, po. Tysh i ndonë të këto dy pjesë, skenën edhe mësim dhënjen. Tash pedina që veç kemu këthy në skenë, qysh i kishe ndo këto dy pjesë? To vetëm janë të ndame, dhe të thotë se jemi të folë për muzikan, po janë dhe të thotë dy pjesë të cilat të thotë nuk korespondojnë njëna me tjetrën. Pse kime thonë? Se kjo çështja që ka na realisht jemi të diskutu, është çështje të thotë karriere, gjithçka është ndryshe, krejt është një format, një botë komplet ndryshe, dhe ajo është komplet një format ndryshe, dhe thotë nuk mundemi edhe me bo atë krahasimin realisht, se cila për këtyne dyjave ka peshën e vetë. Çështja e karrierës është çështje shumë individuale, po edhe çështja e mësimdhënies është çështje shumë individuale, prandaj në mënyrë të natyrshme mund ka ardhur I balancon. Bilanci, do me thonë, i kësaj çështje, se ato çka unë realisht e kom kalu ndër vite, tash gati e 30 vjet, në skenë, unë ato tash vetëm me përçoj të gjeneratat e reja, normal, me lanë shtesë kuptohet, edhe për merak, për mrekulli e mbaj atë bilansi. Nuk e kom as pak, nuk më paraqet problem. Qaj kishe thonë e këshill të rinjve, për këta që dojnë me ndjek rrugën e kantos edhe pianos? Gjithmonë i kom këshillu këngëtarët e ri, edhe faleminderit që kanë marrë mendime prej meje, unë e kom vlerësu gjithmonë ato. Punoni, ushtroni. A ko do të mirë në zonësave? Kagin. Po. Beson që kanë fëmijë talentum, kanë fëmijë që kanë, do të thotë, edhe si instrumentist, edhe si këngëtar. Shumë mirë. Po do më kthy pak në showbiz. Gjithçysh. Me cilin për këngëtarëve shqiptarë, se këngëtarës nuk ishe bashkëpunu kur. S'ishe pos qef me pos këngë. E tash, të edhin që na jemi shumë njerëzor në këtë aspekt, edhe na nuk kemi bo asi ndasi, se unë gjithmonë e kom thonë se cili mundot ma të mirën e vetit me edhe, unë pavarësisht s'kanë, tash në mos tim në detaje, po ka shumë këngëtar për shembull që nuk e kom imagjinu, edhe ne mo me bashkëpunu, tash na jam kështu konkret. Me këngë kishe bashkëpunu? Nuk e ase. Kishe pos qef me pos një bashkëpunim? Me krejt që këta që janë super të fort, për shembull, pse jo me Rona Nishli, unë është këngëtare fantastike, Melinda Alimin është këngëtare fantastike, Leonora Poloska është këngëtare fantastike, të cilën e përshëndes e komike. Ka shumë këngëtare të mira për momentin tash për këtu në matrejave. Dafina është, ka stil unik, është jashtëzakonisht e veçantë Dafina Zeqiri. Për matrejave, do me thonë, definitivisht. E kisha pat arsysh me Dafinën. Tjerëve ju dëshiroj sukses, shumë të mirë janë, po nëse këshin folë për duete, do t'ishin këto emna që unë i ceka realisht. Sa me ndonë që kom e qenë për kroja e artistave, që ti veç i nje disa i ki kolege, kur ti tash të kthesh, në skenë, se e pret që ato që kam të për kro. Pa e pos parasysh që ato që ti po pret që kom e ndodhë. Po, unë kom qenë... Po flasë në momentin veç tash që shi. Po, unë si artist kom qenë mas pak ti kolegë për këngëtarët. Unë kom qenë mik i vërtet, kom qenë shok i vërtet, edhe kur nuk më kam pas si rival, ose nuk i kom pas si rival, se nuk kom jetun me atë, nuk jam ushqy me atë natyrë. Unë i di vlerat e mia, e di kush jam, edhe i kom vlerësu edhe të tjerë. Unë të tjerë, vetëm do me thonë, i kom pas si pjesë të familje shumicën e këngëtarëve, pra ndaj jo për të gjithve, po për një pjesë që unë e di
që po, unë e di që kom e pas mbështetjen më të madhe, edhe veç të më thonë, unë e kom paralojmëru pak a shumë, që skenës kom ju këthyë dhe kanë qenë do të thot ato momente të entuziazmit, neve na kim bas arditse dhe ti ke bo për neve, e tash vjen momente dhe kom e pas e kush realisht ka me bo për mu. A ke pas ndonjë person specifik që të ka shty për mu rikëthy në skenë? Jo. Veçvetja? Jo, vetëm vetvetja, do me thonë, deri këtu ishte ardit, kape mikrofonin, këthej skenës, se e kom, do me thonë, durat për Zotit, edhe falimderoj Zotin definitivisht, dhe kërkon tjetër, edhe për në të mi kuptot. Me Astritën a qëllosh? Me Astritën? Gjithqysh. Gjithqysh, po Astriti ka qef. Astriti ka pas qef me posë sonte, po që janë festat e fundit vitit, ka qenë angazhuar shumë, me gitare, me studio, me live, shumë, besam, 5 minuta ndështë e kom pa, vla që ka të përshëndes shumë, 5 minuta e kom pa, qaq, sot kur erda, vetëm 5 minuta e takova, një kafe edhe me demek, hajde e tung, që shë ka të eljen, hajde kalofshit mi të falja mi bombinit, e bla bla bla, ne i knej, me të vërtet është i angazhum, se sigurisht shaj do të patyshim do të ishte me neve këtu, sigurisht si do ishte këtu, po tjetër herë. Qa po këndojmë diçka tjetër? Shka të dush ben, kemi këngë shumë bukra, hajde për shemë pëse jo, kur jemi mo veç të këngë të vjetra, shkojmë e marim Zëshkanin. Kemi në ge. Ditët e shtatorit moj, unë jo me ty, Zëshkanja ime, pse më lene vetë mirë, Zëshkane vogël, pse më lene vetë mirë, hej, Zëshkane, sa të vdes, hej, Zëshkane, imja je moj, deri sa të vdes, moj nana ime moj, bane zemrën ur, se kjo pun moj tash më ka marrë fund, se kjo pun mojna une, tash më ka marrë fund, hej, Zëshkane, imja je moj, deri sa të vdes, hej, Zëshkane, imja je moj, deri sa të vdes. Bravo. Ai kanë bukra, ka kohë që si kun knu, adin do të bajki me konë disponim, ai piknoj mirë një 10%. Jo, tepën, që shdi unë e mi knu realisht, është diçka ndryshe, po normal, jënë ato faktorët, pak rruga, pak adin. Na i kemi këmëtarë, mos bona si ato, jam i gjirë. Jo, nuk mu kanë gjirë zoni kur, po normal është ajo, adin, është një farë paraloja, jo në zemja, fytë se realisht unë e këto, di që shi knoj kur jom në temën. Po mirë, adin sa me knu për moment, për tre. Sa i pregatit me reportar, të më sa i pregatit me reportarin, nëse e morëm si në qastin kohore sa ke pauzu edhe tash, ka ndorë shumë kongë, shumë shto, sa i ke për cilë tregun, sa i, me thonë, me i gatshëm, me reportar, tash kur të vish fillon, Hitet gjithmonë janë ato që ndëgjon, edhe hitet janë ato që do të thot i ndëgjon detyrimisht në për klabe, në për pube, në për kafiqa, ku di në qka. Repertuar kom
ndoshta as flok në kry nuk kam sa kom repertuar. Din këngë shumë, a? Realisht, po. Të pas parasysh përvojën 30 vjeçare. Po, po, patjetër. Edhe këto këngë të reja bin, normal. Ato që më pëlqejnë, që të arsyeshme që ja vlen me shtin. Që dhe kërkohen. Që kërkohen, normal që nuk diskutohet, dhe me thonë. Me një indigjaj. A e ki plan me marrë pjesë edhe në dasma që sistemin e ri, dasmave që tash po bëhet, veç në speciale që po janë? Po. Sa mëna mi praktiku po? Dhe më thonë, Definitivisht po. Ardit është i gashëm që... Definitivisht po. Për këtë ata që dojnë më të postë si ndasëm edhe komplet edhe si special për miknu 2 këngë, 3, 4, 5, 1 orë gjysore. Arditi nuk e ka problem. Arditi nuk e ka problem. Më prapë po këtena, për para darsmat, edhe darsmat, si puna e festivaleve që e diskutuar. Darsmat kanë qenë shumë të vështira për para. Nuk kanë qenë me këto kushte, me këtë teknikë. Së ty në një restoran, kushtimisht për e marim, 100 metra 4 orë, të vinë ty me zërim stadioni. Për para nuk ka egzistu në kohën, kur kom Po ka edhe mes pauza që po morin DJ, po morin 2 këngëtar. Okej, tash ka ndryshu, kjo kam po pak më interesant. Ben, jam shumë i gatshëm. Kjo është puna që unë e bëj, për këto më ka kriju Zoti edhe në rregull jemi, do të thotë, kjo është çështja mas pakti diskutabile. Arditi është i gatshëm, normal, unë e po vi me qatë qëllim, me ju këthy skenës, edhe publiku i gjonë, e kanë shumë mirë ceke paraprakisht, e njofin Arditin vetëm si në atë kontekstin si artist. Për këto e dhe diskutova. Arditin të zgarosh. Arditi të të taj cili kënon edhe në për darsman, në për sene, se darsmat unë e për para i kom pas në Macedoni. Nuk ka qenë nevoja marrë kënej, sa tje ka qenë vishim priktujt realisht atje, edhe unë i kom pas, të më thonë, orkestrën, edhe darsmat e forta i kom pas në Macedoni, edhe nuk kom pas nevoj mu zgjënu, realisht, më kuptan, se që aty ka qenë tregu, që aty ka qenë parja, bile super parja, edhe pra ndaj Arditin ndoshta nuk kom dalë kënej, se nuk ka qenë nevoja, po tash, që po dalë pria sa janë këtu, unë prapë, qatë paralele ko me majtë, se s'ka lidhje ku na mi artista dhe në fund botës me natyr kemi me shku me muziktu dhe jemi në regull. Po konkretisht për këto tash, kur të këthena, do të pozicionona dhe do të shofë me menagju vetin saj përket kësa janë e këto. A vlen edhe kjo edhe për festivalet edhe muzikat live që pëmbanë sot? Po. Kanë mu prej kretë këto pika. Shumë mirë. Du mu këthy me qatë elan, nuk du me kursy vetë, nuk du mi dhonë mo ko vetës me hupë, se kom hupë mjaft ko, gjo që mua jo më ka ndiku, edhe Arditi vjen për mos me hupë ko. Dhe të thotë nëse i ka dita 24 orë nëse o nevoja kënoj. Edhe as pak nuk kemi qka diskutojmë ma tepër. Vi për më këthy në skenë. Për më këthy në skenë bini edhin shumë mirë që duhet tash për kushtim i trefisht, realisht, pambarësisht përvojës, pambarësisht potencialit, këto e ndiqka më dytësore. Këto tash vjen dhe të thotë me kap hapin edhe menagjimi i shpejt edhe i logjikshëm, për me u inkuadru si kur nuk ko mungu. Kjo është, dhe me thonë, ajo që tash mund preokupon, se gjana tjera janë shumë të natyrshme. Kapi mikrofonin, knoj, se pas dhe kur gjo kërkujt. A ditë po du më kësy pak të eksperienca televizive që kina, veç e dina që ke fitu, do me thonë vip shpijen, edhe e fitu si saj, a ke mendu me him Big Brother, me fitu edhe Big Brotherin? Kalzana. Jo, nuk e di. Unë menoj që e kishe fitu edhe qëto, vëlla. Të lumë të goja, po nuk e di. Thjesht nuk e di. Faleminderit shumë. Kënë Big Brother këshes shumë. Po, vëlla. Se një si tip që shështë. Si karakter. Po, si karakter, po. Edhe bash i kish vyt një format i t'il. Edhe është energjik. është ka diapazon gjona dhe kështu. Besoj që kish pas çka me jep. Po dhe kish kënu edhe në aspektin e debateve sënë e di që shumë i pregadit. Po. Kështu që sa të dërë. Nuk u konë kështë. Goja pyetje me vend, po... Përgjitje s'ka.
Ka që kjo një lloj përgjigje. Apo dyshoni të çka ka ditë që po më shef. Jo. Ndoshta, nuk e di. Nëse vetë jepet mundësia, vjen rasti, pse jo. Nëse po mend se kena me prit me pa. Sigurisht se komi bini shumë mirë me potencoj tiparet e mia, pikërisht çaj tip jam. Edhe nuk e di, qofim. Nëse vetë ndodh, let ndodh. Edhe unë jam tipi sfidave dhe fort i kam qef. Shumë. Tepër. Okej, veç e jena dhe gati dhe pak në fund, e ishëm punu dhe do kongë që na kanë vetë. Po. Pse jo? Qa për Ti e din që nuk ka fund muzika. Pa tjetër. Se cila kongë me bukur se tjetra. Pse jo, shkojmë larkë të emoj nanë. Adur. Nuk po shkoj shumë nalë, zakonisht ku në i knoj këto. Se bin, ti e din që unë nuk e kom problem. Pas parës shumë të në lirik, po prapë të tash, vonjëm qupi gjumit edhe peshe që jarë diti, nuk jam ala aty. Po, gradualisht, veç fillon me më qelë fytje. Larkë të emoj e nanë, djeli nuk më ngro, kur zoje më nga gjumi, ty nuk të shoh. Ngali para syve, në natë Kosovare, tu i prit bite tyre, me kry në drita moj Kosovanar, në zemër të kam. Ty është ardhmëria e ëndrave t'mi, ja moj Kosovanar, në zemër të kam. Ty është ardhmëria e ëndrave t'mia, malli më ka marrë për lisa të gjatë, për ara e fusha, për kure për balë. Zemra ime mjera, gjithmonë e kërkon, dashurinë tane, Kosov ta shioj, moj Kosovanar, në zemër të kam. Ty është ardhmëria e ëndrave t'mi, ja moj Kosovanar, në zemër të kam. Ty është ardhmëria e ëndrave t'mia. Wow, perfekt. Bravo. Ta nderit shumë. Bravo, perfekt. Paksi. Zdi pse paksi me zorë, po mira. Gjdo kongë ndryshe. Së kanë dërëzu një zi qa kanë. Jo, po mirë. Gjdo kongë ndryshe. Jo, a dit ma kjo qa kur e din vetin se që shikënon, am kuptan. Që to shajo, që po mirë jemi, mirë është, mirë, nuk është keq. Gjdo kongë ndryshe. Bukur, gjdo së normal. Performim që po din me dalu, që po falem veç fillim të emisionit. Po. Qaja është veçantia, Ega. Për në fondën e kisha dash me përmbyll pak me një mesazh që kisha dash m'ia dhon publikut që po të mbështesin edhe që të shikojnë këto momente. Para se me mbyllën, fal. A pse s'jena të këtë? Jo, edhe një kongë ka me knut që e ko me... Aj, mundemi ato. Ati qysh, hajde pe knojmë a kapella, hiç s'kemi nevoj me... Ama nëse më premton diçka, nëse e knon me mu duel. Po s'me përdi shumë mirë. Melodinë e din. Po s'pëdi shumë mirë. Apja fillon edhe unë po t'inkuadrona. Po s'pëdi. Gjithë kom... E kom marrë. Qite tekstin. Ajde melodikisht, t'inkuadrona me njerë. Pa tjetër duhet bashkë me e knu.
Hajde bini, edhe ti din me knu. E di, po nuk e di kongën. Je shajn, hitë s'ki qedi që me të shumë me knu. A ka shlip, o shumë i talentume dhe për këndim. Tash, unë e po të svidaj. Jo. Nuk e di, zë më s'mani, unë me krejnë në stop me ti. Thjesht, veç po m'intereson melodikesh, pak me tani njërën e zonit, jo që na i sem, po... Na i kong tjetër, jo që ta, nuk për di për e me. Ani, hajtë qka këshim knu kjo. Veç nëse pak me au këthy freskin publikut. Ditët e fundit jetoj, dashurin nuk kam besim, ditë mas dhe tjetër peknoj. Fundit jetoj, ty se kam guslim, ditët e fundit jetoj, nga kjo botë më kuvar shkoj, me sytë hapur. Kong fantastike. Kënë që mas 10 vite për kënon. Po, në fakt kjo kong, dhe më thonë ka jetë të plota 24 vite. Kjo e përshëndes Ilir Beranin që na ka bo një duet t'jashtë zakonshëm, një balat e pavdekshme definitivisht. 2001 është realizu edhe konga dhe klipi me që rast të me thonë kemi prezentu në Showfest, pra për këtena ta jo periuda magjike me njerë mas luftës. Edhe rallë, me nëzanës të mi ma kanë lyp me kënu sa shumë sfidu se ka shumë këcime vokale, është pak nuk është e letë për më kënu. Edhe një kongë këna me kënu. Realisht gjatëqysh. Kësë që faleminderit bin që ma rikujtove ditët e fundit, se edhe kjo hinë në që këtë branxhin e që këtune kongëve të cilat nuk mundemi mi harru, se jonë kongë që shumë generata realisht janë rritë me këto melodi. Edhe u konë shumë, në atë kohë konë shumë aktuale, shumë tema që ka qenë teksti, konë shumë preks, e mu e menë kur sot edhe ka pas bo bujtë madhe. Shumë pak kongë po prodhohen të ashtë tila. Bin të vetje producent, kështu që ti din ma mirë se gjdo kush, edhe e din atë dalimin, kështu që... Po shfaqet, ka mundësi që reperat me raste e bojnë një tematik t'il, po që nuk der shumë pas ata e bojnë me një mënyrë pak ma tjetër që ka shumë që nuk e këshin ngu që ashtu, po loj t'il me një vokal që ka qenë këtë që e ka interpretu kë, të më thonë nuk po ka si prodhime. Edhe në menej që masës qati sërvanë edhe qashtu edhe e pranojnë. Prandaj na duhemi me marrë realisht masaj, shien e kërkujt s'mundemi me ndërhy, nuk diskutohet, muzika është çështje personale, është individuale, edhe ti s'mundesh me imponu dikujt diçka. Megjithatë e mirë është me a di qysh, madhështia këtu është me qenë sa ma tepër influentiv. Artisti duhet me pas influencë. Do me thonë, vetëm atëre, veç ajo është mënyra që ti mundesh me i konvertu, me i këthy, do me thonë në një formë, nëse nuk janë me dëgjimin në sektorin e duhur, me i adresu për shemull, që tu është mirë për prapë, gjithkush, pra ndaj ka shumë stile, ka shumë këngëtar, ka shumë artist, edhe se cili prej publikës, prej audiencës, e gjenë vetin të një artist, pezojmë të arditja, të binja, të tjetri. Pra ndaj kjo është të qanë shumë i gjonë që fund nuk ka, dhe oqeanin ndështë ka fund. Muzika nuk ka, është shumë e gjonë. Po, na jemi ata të cilët realisht, si profesionist, faktën me tentu, me ju servu kangë bukra, mos me ilon me dalë fort pishinave, dhe pse? Kemi përshëndes edhe artistë e ri, kemi edhe repera shumë të mirë, kemi hip-hopera shumë të mirë, veç punoni, veç veproni, edhe krejtve veç shumë sukses. Faleminderit vini edhe ty, shumë, u knaqë shumë, dajtë momente shumë të bukra, sinqerisht faleminderit, më pas ka mungu që kjo, edhe prapë e thomë që thash në fillim, edhe ta përmbylli kësi loj, emisioni i shkëlqyshëm, emision më të mirë, definitivisht nuk ka, edhe as mos e vend dyshim bile. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit shumë, më pas ka mungu se bab keni një se bab, se me të vërtet më pas ka mungu kjo, edhe a ka ma mirë se me fillu të miku im, a ka ma në emisionin e miku tim sigurisht, dhe të juin pa diskutim, edhe me madhon gjithë këtë energji, me madhon gjithë këtë moral, gjithë këtë motivacion, me të vërtet e vlerësoj shumë, e qmoj shumë, zakonisht jam mirë njës, edhe dal zoti që vetëm takohemi me të mira, edhe me të vërtet kalum shumë mirë. A ditë presim me projektet e radhës, me energjin tonë, me zonin tonë, shumë kongë, shumë projekte, shumë sene, edhe matë më e zë muzika. Me knacin matë madhe, që të e të t'jem. Faleminderit të juve.
Për përmbyllëm? Po. Okej. Për këtë pra për mbyllim për sonte, ishte kënaqësi e jona me posë mysafir sonte arditje, nuk nas shumë muzikë, muhabet, kresanat e prisëm arditje me projektet e radhës. Faleminderit shumë deri në emisionin tjetër, natën e mirë. Natën e mirë.